Përshëndetje miq të emisionit Lemza. Po takohemi edhe këtë të premte së bashku. Me ne sonte, për vitin 2017, unë kam zgjedhur një person shumë të veçantë, e njihni të gjithë, sidomos që flet shumë, flet shpejt, mirë po është shumë i qetë dhe rrallëherë rebelohet. Me ne sonte, në emisionin Lemza, profesor Hayreddin Kuçi. Mirëmbrëma prof, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kur jemi tek emisioni Lemza, atë ka shpesh Lemza, prof? Po Lemza tash paksan shaka prej si jam politik më shpesh. Me siguri që na përmendin më shumë. Po e besoj që kur kam qenë i vogël, ka qenë formë besitnis, që kur të përmend dikush, më vonë kam lexuar që vjen rezultati kontrastit që mund të jetë ushqimi me trupin, temperaturat, ka herë ngopsia më shumë se sa duhet, nganjëherë më shpejt që han njëri se sa duhet, nganjëherë prej alkoolit tepër ose edhe prej stresit të ndryshme. Po shumë rrallë me Lemza. Zakonisht ku të shkon mendja më shumë? Kush të përmend? Kështu më ka met prej vazhdia dhe ende më shkon mendja që njëri parë që më përmendë nona. Në këtë emision do të flasim për jetën tënde, prej fëmirisë tënde e deri në ditët e sotme. Ju vini nga fshati Lutogllav i komunës së Pejës. Si e mban mend prof fëmijërinë? Po unë kam lind në fshatin Lutogllav atje, kam mbaruar shkollën fillore. E mbaj mend që ka qenë një vend ku njerëzit kanë punu, kanë qenë punëtorë, një vend që njerëzit e kanë shmuar dijen, e kanë shmuar punëtorin, e kanë shmuar dëshmërinë. Jam rrit në një familje ku kemi pasur edhe prind kam punu, po edhe njëkohësisht kemi pas një mulli, kemi pas ambiente ku njerëzit jemi shoqërizuar, po e them me ambiente ku kemi qenë, edhe në atë kuptimin intelektual, po tradicional, me hot burra, me ambiente të ndryshme. Ju jeni fëmiu i dytë apo? Po, jam fëmiu i 5 fëmijëve. Unë kam qenë një fëmiu i dytë dhe jam fëmiu i dytë. Natyrisht i dytë ka të mirën që nuk i bin shumë brengat, as të mirat shumë, as ato negativitetet, por ka qenë një fëmijëri si kur fëmijëve të tjerë, unë mendoj një fëmijëri pa brengat e mëdha, pa telashet e mëdha, natyrisht unë jemi lind në 71 dhe ajo koha mund ta quaj deri te klasa e parë, pak më atmen, me ndonjë ngjarje aty këtu, po e quaj figurative, ndërsa më pastaj ka ngjarje të cilat nuk kemi qenë imun për ambientit ku kemi jetuar. Një fëmijëri ku kemi luajtur futboll, dhe unë them paksa shaka, atëherë kemi pas telashe me na shtim rënda në shtëpi. Nuk ishit qenë edhe që zotin futboll më sa e di? Po jo, unë besoj gjithë këta nxënësat e mirë, po them thojza, kanë pas defekte në kuptimin e sporteve, por nuk kam qenë për atyre të mirëve, por kam qenë për atyre që kam qenë. Si një mes fushor, a? Kam pas marrin sulmues. Natyrisht shqiptar kanë probleme hyn fush, pastaj do sulmues. Po kam pas një ambient, një shok të mirë, shoqëri të cilët kemi luajtur vazhdimisht. A keni qenë më shumë i lidhur me babën apo me nanën? Unë emocionalisht kam qenë i lidhur me nanën më shumë, do të them që nana ka qenë që më ka ofruar më shumë, ka mirë kuptu. Baba ton nga pak ndjes pas të ka ruajtur atë distancën, kuptimin e afërsisë, po edhe të distancës si prind, dhe atë logjikën që nëse bëj diçka sherr, fjala e fundit ka qenë baba, nana ka qenë justifikueshme. Por ajo që do të them, kujdesin final prindor e kam një prej babave. Nana më ka ruajtur në shtëpi, po baba më ka ruajtur përballë tjerë. Baba tashmë nuk jeton. Ka një vit që ka vdekur. Me 14 gusht të vitin 2015. Me 14. Të ka munguar pasi shumicën e kohës prej klasës 8 ju keni dalë nga shtëpia. Po nëse mbetet marak diçka, mbetet marak që nuk kam kalu shumë kohë me atë. Do të them që për shkak të angazhimeve të mia mas pari kam dalë nga shkolla fillore, pastaj studimet, pastaj magjistratura jashtë, pastaj doktoratura, punë këtu në Prishtinë. Nga viti 90 jetoj në 90 jetoj në Prishtinë dhe ka qenë një distancë, po e quaj pak, edhe kur e kam takuar, ka qenë pak musafirllëk, nëse më duhet ta them kështu. Por megjithatë kam qenë kontakte permanente me telefon, vizitat e para, kohën më të lirë që kam gjetë gjysmore kam shku, edhe kemi po. A të kujtohet një herë prej Rrugovës, kom kur ke ardhur deri në Pejë? A të kujtohet pse? Po, është e vërtet, ka qenë besoj klasa 4-5, jam i sigurt. Kam qenë të halla në gjesë post dhe e halla dhe burri hallës që i kanë vra në kohën e luftës të dy. Edhe ajo e bëm një shërë, edhe me djalin e hallës që ka vdekë edhe në gjesë post. Edhe e duke zbrit atje, na hupën delit, edhe pastaj ajo në bërtiti, unë si isha mësuar më bërtit, edhe sa dhe kam shumë mërzi. Me të bërtit? Me bërtit, po. Konsideroj që nuk e bëj vetëm me bërtit, po kur në bërtit e njëri ta ketë qarë që nuk është më njëjti për mu kur. Pse të bërtiti halla? Në hupën delit, edhe unë gatru me djalin e hallës. Bile, ata kam qenë më shatar me të, avdit në gjesë post, edhe pastaj kur e këthujmë shpe, në bërtiti, pak ati edhe jada një shëplak, mu je për bërtima, më duke mjaftueshme dhe unë kam nisë, besoj ka qenë tërë, dhe jam nisë
kam ecë kam, që sot me më thonë frikohen, po e quj, edhe kam ecë kam, pastaj kam marrë shtëpi, kur e marrë shtëpi kam gjetë hallën, gjetë pas burrin e hallës, gjetë bë marak, besoj një 5-6 orë kam bë kam, po kam rri deri në shtëpi dhe ajo ka qenë ndoshta hera e fundit që unë kam shkuar rrugova atje. Do kam qenë pak tipi naçor. Sa i përket fëmijërisë tuaj, se sa keni qenë i urtë apo një fëmijë më dinamik, ndjekim se çka na thot nana juaj. Radinin e kam djalin e dytë. 5 fëmijë kam, ky është i dyti. Si fëmijë, akon fëmijë i zgjut, edhe fëmijë i gjallë. Kur i ka kry detyrat, se vike për shkolle, i deshka të tesha shkollë, se konë gjithmonë pedant, edhe dalë ka lujta. O konë 13 vjeqar edhe shkun bjesh në rogov të hallave. Edhe a i nuk mësu mi piskat, i pasa pa piskat hallave, qatë si ka ardhë mërzi që o të rogove vjekom. Si nuk mësu mi piskat, ku erdhë, piskat i halla. Patëm më në arë musafir, baba e vetë, tha mërë biciklën dhe shkon shqitore, bljene 2 kilo, në shishe e rakini. Ka arë njone a ju kish patën. Vesh njone ka po dhe honë që po rrinë nervaz, kur e veti baba e vetë. Qa kja di nërë ka mutë kur që nervaz, tha jo e kom fysh shishe në rakisë. Kape dhe tjetër e thej. I vështirë o konë 5.000 rritë, se atë nuk kem pas lukse shumë, su ku kemi qitash. Jëm krenare, për gjarë se kom rritë desat. Plaki kur nuk o konë kështu, vesh të kështë shqyqyrë, që i kanë rri e po më shkojnë për para. I kisha thonë, jëm krenare, për hizmetin se ta kom bo, e rritjen se të kom rritë. Kur ta shon televizor, ndo kësi po zdrit televizori e dhoma ku jam. Dhe veshim plot, dasha mirë aty ku ishi me lutë për djanë. Sa të është gjallë, njone e lasht mas me tënë që të të mira, si i ka. Babi Haradini qësë që konë i knasi, se dhe kësë ma prusë zoti, mi pa djallin të në televizor, ka kajtë. Nana ju jeton në Pej. Sa jeni lidhë me nanën? Sa shpesh shkoni e vizitoni apo vjen kjo në Prishtinë? Ne bëjmë me radhë, atjerë këtu s'pari, du të thëmë që në mëngjes e filloj telefonatën e parë, bini nga një herë, asaj kur i del gjumë me sikri para me, e shë që telefonata veç ka ndodhe saj para me, e shkoj jo shpesh, sikur kur ka qenë babën, se për para ka qenë një ambient edhe ma ingratë familjarë, dhe një ambient kur jemi po bashkë, je vetëm në të familjes tonë, po dhe ta gjallarëve dhe tjerëve, po jem shumë i lidhur me të, mundohme që janë i kujdesëm, nuk i ka kërkesat e mdhaja, kërkesa saj me pyet qyshja e mirë, dhe mund të them që ka një jetë modeste, e shpesh e reluti që të vi këtu. Sidomos pas vdekjes të babës, në ta që kujdesi vetëm është dyfishuar. Po, tash mendohem, ajo mos më ndi vetën keq, se zakonisht kur ka qenë baba, ka qenë bukur sovran. Raport me shtëpinë, raport me terë, bile kur dasht me arë nana në Prishtinë, atë është me pyet babën, ndërsa tash nuk kem nevojë që pak ta ketë një kujdes të shtuar, se dhe kjendin vetën pak ma keq, ma vetën po që kështu. E them që si i ri e largu prej shtëpisë, pse shkove pikërisht në Vushtri me ndjek shkollën e mesme? Po ka qenë atërë një kohë që në mësë pari duhet them që shkollën fillore kom kryer në fshatin Trstenik, ka qenë 3 kilometra për shtëpisë, po, për shtëpisë ku ka qenë. Në atë kohë nuk ka qenë shumë asfalte, sikur tash, dhe tash e kem një shkollë të ndërtuar në fshat për që kam i lumtur shumë. Edhe falë teja, po? Falë qeverisë, po natyrisht ka qenë një sistem. Edhe imi kam pas ëndër si fëmijë, po e them, ju duket tash iluzion me thon pas 40 viteve, por si fëmijë kam menduar që kur të rrit na kam marrë një shkollë këtu. Është mirë tash që është bën një shkollë, kam nevojë me pa atje që shkon cilësia më e mirë, jo vetëm objekti, se shkollën se bën objekti. E pastaj ka qenë arsyeshmëria e shkurjes së shkollës në shkollë të mesme në Pej apo dikun tjetër. Ka qenë një konkurs që kam konkuruar në Vushtri, pastaj kam shkuar atje, kam kryer 4 vite, kam qenë një sukses shkëlqyshëm, kam pas një avancim po e quaj. Ndoshta ndryshimi i shkollës, dhe unë kisha preferuar kujdo që shkollën fillore ta kryejnë në një vend, mesmën në një vend, fakultetin në një vend, magjistraturën në një vend, doktoraturën në një vend. Ka qenë e vështirë në për vendet ndryshme shkollimi? Fillimi është i vështirë, por është përvojë e veçantë. Dhe unë kam shumë admirim për njerëzit, por nuk kam, ose mund ta kem gabim, shumë admirim për njerëzit që krejt shkollimin e kanë kryer në ndërtestin e njëri. Ambientet e reja kërkojnë ka pak prej teje, me qenë fleksibil, me u përshtat, po dhe me tregu karakterin tuaj.
Dhe mendoj që këto kanë qenë virtyte që unë ishë më shumë të unë dhe më kanë bërë më të zotin. Prof, a i mbani mend shokët e fëmirisë, shokët e shkollës fillore, po ashtu të fakultetit, a keni sot kontakte me ndonjërin prej tyre? Duhet të them që kontaktet fizike ta shumë me siguri më të ralla, disa e njerëz, disa nuk janë dhe kështu me radhë, por e që ka duhet të them që asë një mik, asë një shok, prej klasës po shkollës fillore që kam pas shok, janë të mesme në fakultet dhe më tutje, nuk është që e kam humpë. Ata e kam shok ende. A gjeni ko për shoqëri? Po gjej, jo sa duhet, besej, në momente një e dini e thanjen, kur një shok të bëhet funksionar, ose në politik, e fiton një funksionar për humb një shok. E ndjekim tani një insert, na tregojnë dy shok, njëri është i shkollës fillore dhe njëri i fakultetit, se si është Hajredini në përditshmëri. Hajredinin e njoh që nga klasa parë fillore, deri në klasën e 8 kemi qenë të njëjtën klasë dhe pastaj kemi vazhdu një miqësi e cila edhe sot bazohet në raportet që i kemi kriju si fëmijë. Hajredini ka qenë një fëmijë shumë i urtë, ka qenë inteligjent, ka qenë i im, kështu një djalë i padjallëzuar, thuhet një situatë, ndoshta ose gjysmë situate përsëritur se kur ndokush prej shokëve të klasës aty kishte ndonjë laps pak më të pazakonshëm ose ku ta di unë diçka që ishte interesante atëherë në fëmijëri, Hajredini disa herë në mënyrë të përsëritur se e kam edhe unë një të tillë në shtëpi. E kam edhe unë një të tillë në shtëpi dhe ja një herë, po Hajredin sille bre, sille ta shohim dhe ai vërtet e solli, vërtet e kishte. Tani është shumë më dinamik se sa që është duk në fëmijërinë e hershme të tij, është shumë më dinamik, është zhvilluar shumë. Të tjerët ma përshkruajnë tash nganjëherë se Hajredini nuk është bashkë ashtu si po thuaj i urtë. Po thuajnë që është më sherr. Jo, veç politikan se më ka shku mendja që bëhet. Njerëz si Hajredini që janë profesionistë të mirë dhe akademik i bëjnë mirë politikës. Për aktivitete sportive nuk e ka pas edhe outfitin e duhur sepse gjithmonë ka qenë shumë pedant. Pak ma. Bën shumë dekada që ne nifim me Hajredinin dhe raportet tona fillestare edhe tani kanë mbetur çdo herë të pastra shoqërore. Shkolla mesme policore ishte një lloj akademie policore për Kosovën e asaj kohe. Unë sa di atë kohë kanë konkurruar shumë të ri, por nuk kanë mujt me pranu, ndër të rrallë është pranu Hajredini dhe gradualisht filluam që të angazhohem rreth fakultetit tonë. Sfida tjetër ishte dëbimi nga institucionet, dëbimi nga objektet institucionale të Universitetit të Prishtinës. Hajredini den mball tonin studentëve dhe bashkë me profesor merr përsipër një sfidë. Sfidën ku do të zhvillu mësimin. Unë e Hajredini kemi diplomuar në Shtëpi. Të dytë edhe shumë shokë tonë. Një ndër sfidat kryesore me të cilat ballafaqohet Hajredini në rektorat, në punën e rektoratit është marrja përgjegjësisë për me e ribotu gazetën studentore Bota Re. Dhe emërohet si kryeredaktori i Botës Re, pa gazetar, pa mjete financiare, pa asgjë. Dhe ja del. Hajredini është kompozim i dy familjeve jashtëzakonisht fisnike të Dugazhinës. Është djalë i Kuqit Lutugllavës, që është i njoftën në regionin edhe Magjer, po njëkohësisht është i Nip edhe i Isniqit, i fisit Çal. Dhe Hajredini çdo herë ka qef kur thrim, unë me pi pak më shumë, e me kënu, Hajredini me boka pak hajgare me mu. Hajredinin du mi përshëndet me këngën Kush niset me bo sevda në moshën e plesnis. Kush niset me bo sevda në moshën e pleqenis, o mjera të qeren menja, kujton vitet e rinis, o mjera të qeren menja, kujton vitet e rinis.
si pas Armandit, prof, ju keni fillu mu plak, gjenerata juja, po? Por e vëdu me thonë Armandit që ma mirë këndon kur je pak idehur se kështu. Ja faleminderit, unë besoj në ratë parë përfilloj me Abdullahun, petëm në emër, profesorit Abdullah që është një për djemëve më të mirë që i ka edhe vendi jonë, edhe që i ka universiteti për profesorit më shquar, që është konkurent me mendimin botnor, nuk o vetëm e të universitetit. Jam shumë e fatë që kemi qenë një klasë me te, dhe ka qenë një për djemëve më të mirë, më të menshëm. Ne kemi qenë konkurent në klasë, kuptimin pozitiv po miqë. Të rallë janë rastet, kur dytë janë kritë pesë, kritë janë zanësat mirë, po janë edhe miqë. Edhe gjithmonë ofër mësusit, edhe në foto kur keni dalë, apo? Është të vërtet, edhe mësusi ka qenë përpara, mësusit kanë qenë një mësusi mirë, mësusi tash ajo foto. A përshini vetën? Po, kjo anën e majtë, anën e djathë është. Shumë i vogël, shumë i ime, ashtë si që përshkrujti profa. Po, unë kom hi në shkollë pa i bo 6 vite. Në 5 vite diçka, një janari kom bo 6 vite. Edhe ka qenë një mësus shumë i mirë, mësusi Syr Kadriu, cilin e përshëndes në veçanti, dhe unë besoj që edhe për të nderi ma që një nëzanës atil. Abdullaj ka qenë djali meqen, djali edukum, ka vazhdu me tutje dhe në ndihe mirë. Dhe kemi miq ashtë të qiltër, miqësin si në klasën e parë, shkollës fillore si sëtë, kur nuk në ka ndryshu raportet, qoftë shoqërore, qoftë politika po tjetër. Mirë tha që në politikë, se ka marrë mendja, s'mu për të Abdullajt, që s'ma ka marrë mendja. Por unë mendoj që është koha më e mirë që unë e kam mendu në herë, edhe këtu përpara po mdu këtë vetja. Po, pse tha Abdullahu jeni mu shërë? Po tha po thonë që mu shërë, po të njerëzin politikë të marrën pak që e pak ma shërë, pak ma ndryshe. Ashtë e vërtet? Po shikoni, në politikë ke probleme që një drejt për drejt. Në vendin tonë, nëse je edukuar, je drejt për drejt, marrë naiv. Ka momente caktuara kur fillon edhe sinceritetin, e keni pa që ta kesh përdorë njerëzit që nuk janë A jeni drejt për drejt apo flisni me rrotlla? Unë mendoj që jemi drejt për drejt mendimin që e bëj, natyrisht nuk jam ai që lëndoj njerëzit, dhe unë e përdore një thani, po nuk i them kujt për gënje, po i them klum goja nëse është ashtu. Do thon prap i bie aty, por nuk e them. Si me rrotlla, po i bjem pro. Por je drejt për, jam e lëndu njerëzit. Ta kanë qenë miq të mirë, Armandin e kam edhe këtë mik, ka shumë vite jemi miq të mirë. Armandi njeri i hengjeve, njeri i fjalëve të mëdha, traditës, një familje e mirë, një njeri mirë, që kemi rujt, edhe me Abdullahun, edhe me Armandin, jemi miq të rregullt, edhe personal, edhe familjar. Ju tregoni edhe shumë varceleta, prof. Nga një herë kur kam kohë, po. Kjo është rezultat që nga pak i majnë mend, shumicin i kam mësu prej Armandit. Po, cilat i ke mësu disa që një për shembull që mundesh me na thonë në emision, se na kemi kohë sa dush. Nuk e di unë, do shta që fundit e kam dëgju që për Gjakovar, pa kanë qef mingut se gjithë pengucin të rëni cak, thonë penguci Gjakovar. Kur shkojnë një darsëm të Gjakovar, thonë që nuk i qëjnë të holla për kupona fiskal, një që ata mishë ndru pasaj. Faleminderit. Prof, përfundimi i fakultetit juridik nuk ka qenë edhe i lehtë, pasi gjenerata ju i keni diplomu në për shtëpia. Si e kujtoni atë periudhë? Ajo ka qenë periudhë ndoshta thyrjeve të mëdha. Edhe besoj që periudhë ka qenë një moment kur sikur të kthej edhe një herë, do të isha i pafuqishëm me fillu prapë. E kam përzon 2 momente që mund t'i mbajnë mend. E para, kur e kam marrë çmimin student i dalluar, ka qenë një krenari dhe kam marrë çmimin e parë, jam falendëruar në emër të universitetit për tubimin e kemojt në medrese. Domethënë ka qenë hera e parë që është ndonë çmimi student i dalluar për medrese. Domethënë tubimi atje dhe ajo ditë ka qenë si sot më kujtohet fjalimi im, një ndër tjera, ku ishte edhe rektori ndjer i Statov si gjithë profesorët e universitetit, ishte Blerim Regja me mu bashk, prorektor student në atë kohë, ishte presidenti Hashim Thaçi plot tjerë, dhe di që kam përfundu fjalimin duke thonë që dijen time të fituar në fakultet dhe një do ta përdorin dobit mirëqenies kombëtare. Ka qenë interesant. Ajo kohë isha i gëzuar që po marr çmimin student i dalluar, që u falenderova, por megjithatë kisha frikën që mos shtëpi private mos po ma konsiderojnë një bashkëçmim. Edhe e dyta, di kur im pranuan fakultet juridik, ka qenë një konkurrencë jashtëzakonshme. Pse pikërisht në fakultet juridik, pasi asnjëri nuk ka besuar që ju do të shkoni në fakultetin juridik, e keni ditur mjaft mirë matematikën? Unë kam pas vendin e parë nga orat matematikës në Kosovë dhe kam pas dëshirë të jem në fakultetin e matematikës ose në elektro. Bile elektro ka qenë më atraktive, ishte unë fakultet më i ri hapur, por prindi im djes pas baba, më tha, a ke shikuri lindjen, se ku ka konkurse më shumë. Me fjalë tjera, shkollat e ne nuk ka qenë vetëm dije, por edhe ndryshimi gjendje sociale, me fjalë tjera ku ka mundësi për punësime më shumë, dhe pastaj vendosa një juridik, kjo ka qenë arsyeja. E di kur im pranuan fakultet, në 93-ën, edhe unë i kom marrë, ishim në Velani. I kom marrë do bira, më duket, do langje,
mi qeras fakultetit, referent të qeshë, dhe njerën nga ata tha mos qeras këtë, se me bo më këtin objekte, ty nuk këthejmë. Dhe ishte një farë dush i ftoft, po e që kështu, unë u gëzova, ishte kandidatuar 22 veta, s'du t'i përmend emrin, por ma fështirë jëmë bë asistencë sa ministër, për thëmë kështu ka qenë konkurencë jashtëzakonshme në atë kohë. Kom pas komision kryetar profesorin e nderuar Zenullah Gruden, pastaj profesor Fejk Brestovci në Satovci të kështu me radhë, profesor Aslan Bilalli që ka qenë shumë mbështetësim dhe plot të tjerë. Dhe unë kam qenë në pozitën e tillë që prej një gëzimi, du të thëmë, në atë kohë dhe gëzimi ka qenë me dilema. Por jam megjithatë besoj që pastaj vendosëm, unë po ta fatin që jem pastaj nën kryetari i Unionit Studentëve për krejt universitetin, sekretari i përgjithshëm, kryeredaktori botës së re në një mënyrë në ballë të atyre proceseve për universitet. Gjithmonë. Profesor, a të kujtohet cila është nota më e ulë që e keni marrë në fakultet? Po, nota 8. Besoj ka qenë nota më e ulë që e ku marrë në fakultet, nuk kam pas notë më pak si 8. Në 7 që najherë? Nuk po më kujtohet, mund t'jetë dispet, nuk e besoj. Ndjekim tani një insert me një kolege tënde na tregon se çfarë studente keni qenë në fakultet. Hayreddin Kuqin, a studentina? Hayreddin një vrenë shumë ndryshime. Nuk është ai që u konë, është pak ma dreq, krijon për shtatshmëri. Dhe për që di kur nuk rebelohet. Hayreddini filloi shpejt edhe shpesh dal media, flas për konceptin e partisë. Edhe një ditë njëri prej kolegëve tha, po më duket kjo u bë si macat, ka ta gjujsh bjen në kom. I është besu me dhonë ndonjë deklarat, shpejt e shpejt që është kërku, hajt hajrë. Ai, qu Hayreddin, qu. Gjithmonë mu patatën e nxehtë, edhe kur u kthej Hayreddin që shkalove, po si zakonisht tonë. Ne kemi qenë një grup i madh, po me i kolegëve që kemi studiu bashk, secili ka dhënë kontributin për çështje kombëtare në mënyra të ndryshme dhe i tham Hayreddin, a unë jeti bashkë në parti politike? Tha, pse që ka të keqet, a jemi kolegë, tha, në ka rahi se gjenerata ndryshimeve. Tha, shpon s'ku menu mas pari për veti që jemi parti politike, se s'di që ka me bo. Tha, mësohemi të tonë bashkë. Nga njerë më duket që po kalon në i farë pasiviteti. Po si do që tjetë, gjithëherë është mrena proceseve dhe tregoti suksesshëm. Pesh prezencën e profesorit i kom sugjeru Hayreddinit mos u bë si profesore. Edhe asnjëherë si kom tregu pse i kom thonë kësaj, e sot po i tregoj. Kom thonë mos u bë si profesori për me fol shpejt se kon shumë vështirë me kuptu. Hayreddini është një shef për kësaj sale stregon. Po du me thonë që nuk tregon Hayreddini për ato ambicjet personale ngushta që i ka. Kujdesu për veten dhe familjen ashtu që është po kujdesesh për profesionin. Prof, si pas përshkrimit Selvijes, ju keni ndryshu bajagi shumë, nuk keni mua i njëjti. E tha Selvija edhe një fjallë që Hayreddinin qështë perceptojnë edhe në parti është si moc, qështë do që gjumë bjenë në kam. Tha që më thënë pak ka ndryshu bu ma shërë, po e them kështë, kam bindjen. Për parëm kam pas ideale që kap libren edhe qëtë të mësimin edhe ullet në bankë, tash natyrisht, jeta evoluon, kam evoluar dhe unë kam ndryshu. E dyta ne kemi qenë gjenerat, po e quaj gjenerata X që mund definohet. Një grup i madh i studentëve që gjithë mirë, që gjithë suksesshëm pastaj në jetë. Ajo që du të them që kemi tentuar gjatë studimeve, më shumë kemi qenë të fokusuar, dhe ne kam pas fokusin të mësimi. Dhe kur je asaj tipe që vetë mëson, ka pak njerëz që marrin edhe kështu që thonë se kry libra, po më vonë jeta na bën pak dinamik. Është e vërtetë që këto deklarata. Kush ka ndryshuar më shumë ti? Politika. Unë besoj që politika më ka ndryshuar shumë. Pse keni vendosur me fillu me u mirë me politikë, kur në atë kohë ju vetëm keni qenë asistent në fakultetin juridik, apo? Jo, kam qenë edhe përgjithësi i universitetit për marrëdhënie, jashtë profesor, kam qenë kur edhe profesor. Por unë kam pas dy arsye. Arsyeja po çdo kush për neve tenton me dhënë një kontribut. Unë nuk një ndonjë intelektual gjatë historisë, po e quaj edhe veten, të cilët në momentet të caktuara nuk kanë dhënë kontribut për vendin. E unë kam qenë në rektorat nga vitin 92 deri në vitin 2005, përgjithësi për marrëdhënie me jashtë universitetit. Dhe dyta në kam pas afërsinë njohje edhe me presidentin, atë kryetarin e partisë, me zotin Limaj. Me presidentin ai ka qenë prorektor student, unë nën kryetari Unioni Studentëve, kryeredaktor pastaj, dhe angazhimi në parti ishte ofertë sinqert, mbështetje e madhe, ofrimi për nën kryetar, ku isha në moshën 27 vjeçare,
edhe mbështetja ka qenë e plotë. Nuk më kanë thirrë vetëm sa për sy e faqe, por kanë punu mirë me gjithë. Pas edhe me zotin Krasniqi, Alitaj, gjithë që kanë qenë në Partinë Demokratike. Profesor, e përmendet që keni qenë kryetar në shkollën fillore, kryetar në shkollën e mesme, kryetar i njunit të studentëve, a do të thotë kjo që Hashim tha që është në pozitën e gabuar dhe ja u ka zonë vendin? Jo, është e vërtet që kam qenë aty. Se kryetar Lloku ju ka përcjell prej fillimit. Pastaj, ndoshta kjo më ka kriju egon më të theksuar. Unë me njerë që punoj thëm dy gjërë, mos ma prek dinitetin, edhe unë nuk të bëj mas shpine. Më thënë një parim që ja thëm në sy, ja, unë mendoj që vjen koha kur unë kam qenë kryetar në një klasë, në një ambient tash apo Kosova është ambienti më i madh se sa duhet, konkurrenca më e madhe. Unë jam di mirë edhe nën kryetari i Hashimit, edhe zavendës kryeministri i tij, edhe besoj që kam qenë i realizuar edhe punën që kam bërë aty. Natyrisht që ndjenja me qenë i pari është përgjegjësia më e madhe, por njëkohësisht është edhe privilegj. Ju jeni mësuar me qenë i pari. Nuk e keni problem? Po, por në momentet të caktuara duhet secili ta gjejë vendin e vet. Nëse je i realizuar aty ku je, dhe nëse mundesh me bë ato që duhet me bë, në vendin ku je duhet me ndi veten mirë, jo më ndi mirë, i realizuar. Kjo nuk do të thotë që ndina mirë tërë jetën me qenë brapa dikon, por derisa të vini në pozitën e kryetarit. Jo, nuk e kam ndërmend me qenë kryetari i partisë kur, po e them kështu absolutisht, as e kam pas ndërmend, për mua partia politike është organizimi i rënd. Dhe ka organizime të cilat nuk mund t'i bëj. Po kryetari i Kosovës? Jo, kjo është ambicie që A keni menduar ndonjëherë? Edhe 5 vite në zonë, pastaj e shikojmë. Profesor, ju edhe shumë fytyra publike i keni pas student. Cilat kanë qenë ato fytyra publike që sot janë të njoftuna për opinion? Mendoj që mi përmend me emra nuk ka korrekte, se del sikur në poshitem, sikur më i mençëm si ata, por unë mendoj që po, kam pas një grup të madh të njerëzve që kanë autoritet në Kosovë, që udhëheqin parti politike, që udhëheqin institucione. Ky viti 24 për mua që punoj në fakultet, do thotë është një punë bukur e madhe, 24 gjenerata, bile duhet të them, derisa janë hap universitetet private, kur kush të bëj jurist këtë vend pa nënshkrim ose pa kalun provim të unë. Ku ndiheni ju më mirë, si profesor apo si politikan? Si profesor pas një dilemë. Unë do të them vendi më i realizuar për mua, është si profesor pas fëmijëve të mi, ndi vetën mas mirë me studentë, vendi i realizuar, vendi për kushtimit, vend ku ndiju në vetën mirë, edhe të realizuar, po edhe të sfiduar, kuptim pozitiv, që ka student mirë, studentet mirë, atë përgatitur, një në gjutë uja. Por kjo puna në politikë të bënë momentet pa këndshme, të bënë mos me qenë. Nga një heraj që je, nga një du të me mbrojt një kauz, një po e quj që nuk je shumë i bindur, që më e mira e mundur, nërsa do të citoj Kissingerin i cili thot që punën në administratë dhe intelektuale dallon. Në administratë të caktojnë temën tjertë, ndërsa punën intelektuale caktojnë temën vetë. Politikë të caktojnë tjerë temat. Megjithatë që vazhdoni ende të merreni me politikë, ju keni edhe shumë kolegë që e kaloni mirë, bashkëbisedoni, përveç se në parlament edhe në jetën e përditshme. Me kënë jeni më i lidhur? Unë kam shok, nuk i kam da kur në parti politike dhe duhet them me antarët e familjes një dhe me mish dy kur nuk e pyes cilën parti jeni. Unë kam shok të mirë gjitha partitë politike, kam antarët familjes që besoj votojnë për dëken për kur si kam pyet, për kanë votoni, do me të që është e drejt afiniteti i tyre politik për kanë janë. Unë kaloj mirë me shumicën për tyre, kam meq që ka vitet e 90-ta, që kam vazhdu dhe matutje, kam meq mas 99-tës, politikisht nuk kam të lashe personale me askend. Komunikoni shpesh edhe me telefon? Po, jashtëzakonisht, me SMS-a pak më shumë se sa me fol. Kur jemi këtu tek SMS-at, profesor, a ju tuteni përgjimeve? Çush i keni punë me përgjime? Ja, unë besoj që s'kam ndaj të lashën përgjime. E vetëm të lashën përgjime që mund t'jetë në bisedë pak e shkujdesur, po jo bisedë që kundër ligjore në asnjë rast. Natyrisht 99% e kam komunikim me SMS. Cila është përgjigja që më shpesh ti e ktheni? Okej. A di pse bëj komunikim me SMS? I kam disa përgjigje që kolegët e mi në SMS pak të punës veç kanë kuptuar. Nëse i thëm dikuj shohim ma vonë se flasim, i bje përgjigje jo. Kur i thëm okej, i bjen ashtu kështu, e rrallë herë i thëm pa merak, mos e bë merak se është e krime. Po veç është një kolegi juaj që është anku kur është fjala tek SMS-at. E ndjekim për kënë është fjala. Mund të ketë. Hajrën e një prej kur ka pas flok të krejt. Për dalim prej me që unë i kom rujt ma shumë, po hajra ka hjek ma shumë. Zdje ka marrë ma nga zemrës krejt të pune, po e një prej atëherë. Është pjek ma shumë, po diçka që ka qenë të ajë gjithë është
shpirti I tij me humor. Përpara kemi pas një farë, u një farë qelsin mekanik, një qelsi I qel këto bulonat, vida. Edhe I kanë thonë një qels francez. Ai u konë qels që ju ka adaptu se cilit burmak. I ka shdredhu krejt. Parafërsisht hajra e ka një profil të tij. Hajra tashun, jo hajra që është francez, po profili I tij në politikë është pak a shumë I tillë. Tashun nuk po muj me folë gjithçka dhe për çka flasim edhe në këtë anën private, me të se millnohet Fatmirja, gruaja e tij. Edhe hajra tu hyj herë në parti, në Mledhe I thot dikush edhe me atë çantën si vjen për mësimit, edhe në hajrë, edhe në to librat, tash ha librat këtu, edhe në lej ato, asi ke lonë shpeja, leja. Do të unë edhe qëto mësë me I pash së më lonë me himrena mu këto, në PDK. Hajra më ka bërë që përsej përket kësaj punës katunit temë. Shkum njerë në vendlindjen time dhe I kishëm me shumë meqe dhe unë thash për bëj namin për I shaj njerë me pa venin. Ma shumë se sa veni ku është, atë është natyra e bukur. Edhe sa u lëmuratu mund menova që hajra dhe disa shokë. Menova që hajra ka mja nisë me bëllon me I kompliment, herë për herë para të më thonë që mirë këtu, mirë natyra, mirë për duket. Tha qëre, tha Zenon, ne kom tha një sugjerem për ty, tha mund është, tha lirisht, tha babës, tha bacëzgjer, mi abo një memorial dikun, tha në nderim të ti, tha veç për faktin kryesor dhe të vetëm, tha, që të ka hjek typi këtu I s'kalon me jetu këtu në këtë vend shkret. Thash, qysh bre, tha shumë frita, shumë mali u dëmë këtë vend. Ajo që ka muj mi thonë hajrës është që gjithë që ka mundet me konë mirë në atë vendin e hajrës, në vendinin e ti, po në alësin që e ka fshati jem, ajrin e pastër që e ka fshati jem, nuk mundet me pas fshati hajrës kur. Hajra është I mirë në përgjithësi, po kena qysho, kena vrejtje. Puna e përgjimeve, a I rruhet. Po na kur kem nevoj ka jerë me komunikune I qëndrim në idejnë I diçka që muj me marrë në I vendim, hajra të plasë. Përgjegja e ti është ok. Sidomos mas përgjimeve. Besoj ai livdohet që din për të regoj edhe nështu së di qka ka thonë. Sen, ai në dit me qitë një kafe, bëllër. Qka ju ka thonë tjetër, po dyshoj që ju ka thonë vërtet. Profesor Zenu ju përkufizoj si një qelës francez, ashtë e vërtet? Jeni shumë I përshtatshëm. Zenunën e kam mik të mirë prej vitet 90-ta, edhe s'kam ndryshuar kur. Unë më pa mik, s'kam ndryshuar më pa mja sjellje. Shumë sinqerisht e them, djem se ky I duhan politikës, edhe kuptimi edukatës, edhe sjelljes, edhe familjes së gjitha. Edhe Zenuni është ai që profili politik më I mirë në Kosovë I bën hajër po e quaj. Kuptimin personal e kam mik shumë të afërt Zenunin, edhe familjen e tij dhe duhet të them që ky edhe me din dobësitë, po që më shumë se sa tjerë bëni për mua, është e vërtet që kur vjen ai, unë veç di me qitë në tavolinë, por nuk ishëm rej më shumë. Se përket kësaj, unë mendoj që ajo desh detyra eme nga një herë, ka një thënie hebreje, thuhet, o një rreth me qelsa, dhe më barë se cili qelsa e qelë derën a jo, por ndonjë njeri duhet me hap derën, e probleme me fjala. Krejt, provesh për qelës francez nuk të kemi njoftë. Po mirë shok mundu me të identifiku, por e që ka duhet them është që duhet me pas qelës mi qelë problemet. Edhe ka njëherë nuk jem problemet të leta, nuk jem problemet që mund është I kështë e bo me dëshirë, por kur krejot problemi duhet më marrë me to. Nërsa, sa I përket katun dit? Katun jam për rafsh I këti për kodër, për ajri pasi për njerëzit më të meqëm, të ne I bërë më punëtor. Që të thot ju jeni më punëtor, se Zenuni. Kënë më të meqëm. Profesor, kur jemi tek politika, cili është personi I vetëm në parti që I nënshtrojeni në kuptimin e hierarkisë? Unë e respektoj vendimet partijake, vendimet kolektive që e merë partia, unë e respektoj, nuk kam asnjë dilemë. Unë e di si në ke futbollit që nuk mundesh me luajt vetë, edhe në parti duhet jetë. Vendimet e partisë I kam respektuar dhe respektoj. Kam kontribuar në marrjen e vendimeve, kam mbështet marrjen e vendimeve, kam reagu marrjen e vendimeve, por kur merret vendim, ajo që I respektoj hierarkinë është vendimi
i partisë. Konkretisht, vendimin e? Në kryesisë. Të kryesisë. Vetë kryesia e Këshillit Drejtues, cilin do vendim që marrin kuvendi i partisë, për aq se janë parti për moment të respektueshme. Kuptimi personal, me secilin prej tyre, kryetarin e partisë, unë e di veten, kur hinin një mekanizëm, unë jam institucionalist, edhe në parti, edhe në politikë, edhe në institucione, kushdo që e ka hierarkinë politike më të lartë, unë e respektoj, por kjo nuk nënkupton as kundër ligj, as kundër dinjiteti. Kohëve të fundit, prof, sikur nuk po jeni aq aktiv, sidomos në parti, nuk jeni aq i zëshëm sa keni qenë më herët. Pse kaq pasiv? E kom bërë me qëllim, po e them. Unë nuk kam dashur që të zgjidhem as deputet pas vitit 2014, as në qeveri. Nuk po them që më kanë shtypë me zër, tash njerëzit mund ta thonë, po unë kam menduar dhe mendoj edhe sot që bëj përsëriti. Kushdo që ka pasur 2 mandate në qeveri janë të mjaftueshme. Kushdo që ka pasur 4 mandate, 5 tash deputet janë të mjaftueshme, duhet me lëshu vend për të tjerët. Ne duhet ta shtjemi në rolin e këshilldhënësit. Jene vinë e parë. E dyta, mendoj po ashtu që duhet të krijojmë gjenerata të reja. Breza të ri, dhe unë kam menduar dhe mendoj që kemi investuar në disa breza, po e zëm të Memri Krasniqi, Blerandi, plot të tjerë, Zenuni dhe të tjerët janë të paprovuar plotësisht, po e quaj. Edhe plot, mos të hyjnë hak, tani kemi edhe kryetarin e ri të partisë që duhet ta bëjë ekipin e vet, ambientin e vet dhe secili ta bëjmë një tranzicion të natyrshëm. Nëse kemi bë tranzicionin model prej një kryetari të tjetri, që unë mendoj model për çdo parti demokratike ku do në botë, duhet të bëjmë tranzicion dhe me të tjerët. A do thotë kjo që po i përkushtoheni edhe profesionit tuaj si profesor? Nuk e kam dashur asnjëherë profesionit tim si profesor. Domethënë asnjëherë dhe me qenë kusht politika, po profesor Dhaku në heku dorë prej politikës, por ka qenë një sprapsje me qëllim. Papa Benedikti i 16, kur ka dhënë ndërheqje, thotë nganjëherë për me bënë një hap parë, për me ecë përpara, duhet ta bëni një hap prapa. Dhe mendoj që në moment duhet të reflektoj njeriu. Ka arsye që të krijon njerëz që bëjnë përfasimin. Unë ka pas momente që kam qenë overdose prezent. Dhe unë kam ditë që po e teproj. Nuk duhet opinioni të mësohet me një njeri, me një individ. Unë do të jap kontributin për vendin kudo që jam, për partinë kudo që jam, por nuk duhet të jem në ballë të proceseve. Ju keni qenë edhe profesor i disa fytyrave publike. Çfarë ndjesi është tash mi po që këta janë rrit, janë zhvillu edhe janë bo politikan? Po më vjen keq me vlerësim personale. E mendoj që Dauku ka qenë student i shkëlqyeshëm, do ka qenë për njerëzve që ka pasur mendim edhe për atë kohë, edhe me gjeneratën e tij, ka qenë 3 veta që janë dallu. Edhe presidenti ka qenë student i mirë, ka qenë njëri i mirë edukum. Milaimi ka qenë i pjekur si student, Milaimi ka qenë po e quaj si kuptimin e dijes me mesatarën e profesorëve, jo me mesatarën e studentëve. Çfarë ndjesi është kur ishin në televizor tash, që janë bërë fytyra publike, jam dikushi? Nuk e them që me bota është lajka, se ata e bëjnë qëllimin e vetë, bilengar politike, sërë të him ka me tentu mi mund edhe ata mua, nuk kam rëndësi. Dhe keni po që kur një jetë nuk jo kom përmend, asë jo përmendim, mi thonë e ti e kon student jemi kështu. Nuk e bëja këtë, edhe unë kam qenë student i dikuj. Bile ka njëherë nuk ka për lavdat që ke qenë i dikuj, ose unë i dikuj tjetër. Është ndisi e mirë që nuk ka vend në Kosovë, nuk ka fshat, nuk ka lagje, s'ka institucion, s'ka medium, që nuk e kam dikon që ka qenë student. Dhe unë jemi bindur ata e kam pasqyrë më të mirë për mu. Kretë tjetë që ka thonë e kanë interes e kanë këto. Student më kanë pa dhe i shumë një të qiltër, edhe kjo ndjesi e mirë, mas fëmijëve të mi, po e përsëriti, ndjenje më e mirë shmi po student të avansuar. Ndjekim tani një insert. Hajrëdim Kuqin, kështu për informacion e kam familjar, sepse historikisht 3 vlezër kemi qenë. Luta, prej ti është kriju Lutoglava në Pej, shotja Hajrëdim Kuqit, Obra, që është kriju Ubrinja, edhe Preka, që është kriju Prekozi. Këto 3 fshatra që kur nuk martohen me zvejtjur, nështë që 600 vjetë. Jemi njoftë në kohën kur kë ka qenë në botën e re, ndërsa në kam qenë andej arratisur në Suedi. Shkrimet e para kundër regjimit komunist në Shqipëri i ka botu Hajredini dhe ka ditë kush jam, çka jam tek jam. Mbas luftës jemi taku me te, jemi shoqëru dhe me thonë fizikisht, me ta mundesh me bisedu çka të dush, dhe me thonë more mrapsht. Ma merr mendja që ka vite që rënë dhunshëm brenda Partisë Demokratike.
në vetë vetën time kam pas mendu që në qofë sa Ajredin Kuqi e merë kreun e PDK-s mas largimit të Hashim Thaçit, kam pas një dilem të brendshme me u angazhu në politikë. Me qenë hatërit tina. PDK-ja është të shku drejt shkatërimit, e ka kop Orteku për para. Tani Ajredin Kuqi me mjeshtrin, me nëqurin në hatjen e ti politike, ka ditë mi ikë këti Orteku. Ju kujtohet kur pa dho dërheqje, në kohë që u shu PDK-ja. Do me thonë, ju shuaja pipa e PDK-s, është pa dyshim koka ma e menqër në PDK dhe pikrisht për shkak të menqërisë ti është njeriu ma i urrejtur nga kryesia e PDK-s. Vetmit njeri, do me thonë, që ju ka nënshtru aty, ka qenë Hashim Thaçi, ju ka nënshtru në kuptimin e hierarkisë politike. Niveli ti intelektual me turlifar shaklamoni brenda për brenda asoj partije ka qenë, do me thonë, kontrast shumë i madh. Si profesor ma merr mendja që unë jam më i mençur se ai, sepse më ka pas studentë dhe një ditë isha me Edën përballë Radio Kosovës edhe rastësisht e takova gruan e tij, Fatmirën, që është një grua jashtëzakonshme. Edhe ty bisedur, Fatmirja tha, jam shtatzan. Beso kjo historia është, do me thonë, e dhe Eda. Unë e pa e ditë pa kur gja, i thash Fatmire, më së ba marak, që si ove djale ki. Tha, pëse, ku pe den? Thash, tu ka bo burri kriminal, më si uhin politikë edhe u bon zëvendës kriminister. Thash, si futa njerëzit në politikë bon kriminella, thash, zakonisht do të me ko pak kriminal me bo djemë. Thash, se njerëz të butë, thash, bojnë veç vojzën. Nga që unë e kam vojza, edhe kështu me shakovis kur i doli djallë. Unë, që kësha pos qef me ndryshu të hajra, me morë një pjesë të paftyrësis time, edhe mja dhe thonë njerëzën në goj, para syve mja dhe thonë atë që aj, faktikisht e ka brenda për mja dhe thonë, për nuk ja dhe thëtë, kësha pos dëshirë, hajra, mos mi ardhë keq, po mi thonë njerëzve jo, është babë shumë i mirë, mas shumë të për qëta e duhe. Profesora, është e vërtet që ju rrini dhunë shumë në PDK? Milaimi e thatë vërtet që ne jemi familjarë, jemi kushëri edhe me prekazin edhe me obrin, po bëj pak shaka, Bacës Rifat njëre, Rifat Jasharit, tha ku je kushëri, jemi kushëri, thash po Bacës Rifat, po mas lufte, ju du të më në thonë neve kushëri, se po ja marim deren. Është e vërtet që jemi një gjak dhe bile e di që kur ka marrë në fakultet, baba e më dërpërësit e veçanta mi ka thonë që me obri dhe me prekaz nuk bënë më përzi se jemi kushëri me ata. Milaimi, shumë kush prej neve, unë dhe ta definoj e kështu. Flasim anglisht, po mendojmë shqip. Kë mendon suedisht e flet shqip. Tonë është i drejt për ballë njerëzve, natyrisht kjo mund të kuptohet, kjo që kuptohet në vendin tonë, është një prej gazetarëve të mirë, për aty që të drejt, nuk rri dhonshëm PDK, në rri PDK me vullnet, se dhonshëm veç në burg mund të manë njeriu dika nëse peng, unë ndihem mirë aty ku ndihem, natyrisht që mund të bëhet më shumë, me siguri që mund të bëhet, por unë jam i bindur që është subjekti më i konsoliduar, më demokratik dhe më funksional në Kosovë. E përmendi Milaimi ku tha që ju me shumë mençuri po ikni ati Orteku në një pozicion më neutral. Unë mendoj që nuk është punë që unë shpesh e kam dalë përballë, bile unë e kuptoj politikën si sfidë, nuk e kuptoj vetëm si privilegj. Edhe unë po e them prapë, në moment që PDK-ja mund të rrezikohet ose vendi do të rrezikohet me qenë edhe në shtëpi, po e lut rolin tim nuk e lëm, do të thotë nuk është pjesë kjo që nuk po iki përgjithësive, por është pjesë që po mendoj që dikush tjetër mund t'i bëj më mirë. Natyrisht që rolin tim në kryesinë e PDK-s në qeveri e bëj. Ashtu nuk jam ai luftetari që mësoj më pa si gladiator, po që më herët, por megjithatë tash jam pjek, i kam po do vjet pak më shumë, kam filluar ndoshta më mendu racionalisht. Jam i bindur që idhnimet, po i them edhe Milaimit, idhnimet mund të jenë edhe me shok, edhe për dallim që edhe unë ja them shokëve, e din Milaimi që ja them, por idhnimet publike duhet të jenë në fund. Dhe ato në fund, unë e them, nuk ka bashkëjetesë, kur ta thush idhnimin me dikant publik.
E përmendi Milaimi që ju donë, sepse ju jeni një baba i mirë, po jo, pse doni Milaim Zekën? Milaimi është i drejt për drejt. Unë mendoj që në kuptimin e mendimeve politike, rrallë ka në Kosovë mund të gjesh që me një fjali mund të artikuloj gjerë, sikur Milaimi, është i përshtatshëm shumë si shok, si mik, edhe po është i ndihshëm. Milaimi po është i fortë edhe i ndihshëm, por është njeriu më pa komplekse në shoqëni, në familje, para gjithëve, edhe ato që tha me gruan tim është e vërtet që ka thonë mirë më jo kompleksive të mundur. Ja ke shqellu? Ja qellon shpesh Milaimi, por vlerësimet, unë e kisha lutur tash Milaimin, e kisha lutur që vlerësimet publike, mësoj e di pranohen të që e thot Milaimi. Të ne qëndrimi politik të merret personal. Kur jemi tek familja, ju jeni martuar me zonjën Fatmire, me të cilën keni 4 fëmijë, 3 vajza dhe 1 djalë. Çfarë babai keni qenë? Unë mendoj që provoj me qenë baba i mirë, me qenë baba cili edukon, cili tregon fëmijëve jo vetëm çka nuk bën. Ne jemi rritur në një edukat, gjeneratat tona po e quaj, që na kanë thonë çka nuk bën. Do të tentojmë i thonë çka bën. Çka duhet bëjmë? Ti orientoj, ta keni kujdes mesatar. Ajo që duhet them është që tentojmë i bind që emri i babës edhe mirëqenia e babës nuk i mban të jetën, por duhet me bëj emrin e vet, mirëqenien e vet, identitetin e vet. Po me zonjën Fatmire, ju jeni njoftuar që në fakultet? Po, prej vitit parë studimeve kemi qenë bashkë, edhe kemi diplomuar bashkë për një ditë, kemi qenë bashkë që nga fakulteti, pastaj ka një kohë që mbi 20 vite jemi të martuar. Unë kam një gru që njohim njëri tjetrin si fëmijë, po e them, 3, që nuk e kem njohur nga pozitat publike, dhe unë kam një parem as shokët, as familje, nuk i ndrej me pozita publike. E kam një gru që më ka sjellë qetësinë në shtëpi, që më ka edukuar fëmijët, që ka një sjellje korrekte me pjesën tjetër të familjes sime, që mundem lirisht më ulë me të në ambiente edhe të fshatit, edhe të qytetit, është nga qyteti këtu nga Prishtina, po dhe në ambiente me shkollën koncert Vjenës. Unë do të thejë që ka një, për mua ka qenë njeriu që më ka përshtat një dhe unë besoj edhe unë kom provu më përshtat asaj. E ndjekim tani insertin me bashkëshortën tuaj. Unë dhe Ajredini njifmi qështë si studenta, atëherë jemi njoftu gjatë studimeve. Me Ajredini njifem dikon 25 vite krejt, jemi martu që 20, dikon një 4-5 vite para martesës jemi njoftu. Unë jam ka një tip pak ma e tërhekun, ma e mbyllon, mirë po me insistimin e tina, normalisht më pëlqejke, edhe pranova me dalë, me folë, mu taku. Ajredini ka studiu mas jemi martu, ka ardhë ko pas kohë mirë po për mu jeta nuk ka qenë bashe letë me nejtën. Kam qenë e re, nështë sa po e martuar, që më ka mungu shumë, ka mungu dhe çdo herë sërë folëshëm telefon, ma ti për emocionojsha, kom smysha me folën prej lotëve ma shumë. Shumë ka autu në fillim, sidomos kur i kom pas fëmijë të vogël, ai kom pas me grepa, se krejt vetë jam kujdes shumicën e kohës, shumë pak kom pas ndihmë prej këtina. Mirë po kom pas familjar të mi, të Ajredinit që pak më ka ndihmu. Në momentet që i ka pas i ka shfrytzu për fëmijë, për familje. Më ka pengu pak një jetë, nështë se është dasht më kujtes për fëmijët, për s'ko mujtë me vazhdu studimet. Muj me thonë që Ajredini kritikat, edhe mënyrën kur të nervozot e ka tepër të keqe. Nuk nervozot shpesh, shumë rrallë nështë ta, po që atëherë kur nervozot, ma mirë është nësë me kon shpeq. Është njeri sinqert, është njeri drejt për drejt nështë ta, është i pak temperament. Lidhja jomë prej kësaj kohës ka gjatë është kur urzu me 4 fëmijë, që mendoj që edhe më tutje kemi me vazhdu me ritmi eduku edhe me japë përkushtu pa kur farë kursimi mundin e gjithë shka të mirë për ta. Profesor, sa ka qenë e vështirë me qenë edhe familjar, po ashtu edhe me vazhdu studimet, pasi përveç Universitetit Prishtinës ju keni vazhdu studimet edhe në Turqi, pastaj në Austri, e keni edhe një specializim në Suedi. Çfarë periudhe ka qenë kjo? Ka qenë e vështirë?
Dhe duhet të them kur e jepesh pas ambicie, po që ndaj profesionin, ka njëherë mbetet anash. Kjo është, unë e them çdo kund kur është një prani, është një mungesë dikun tjetër. Është vërtet unë pata përfundu këtu një master, magistraturën të kujton. Pastaj kam filluar prej fillimit për 2 vite në Turqi dhe ka qenë bukur periudhë gjatë, edhe ajo që ndoshta se tha Fatmira shumë drejt për drejt, ka qenë koha kur ka jetuar në fshat. Dhe kjo natyrisht prej Prishtinës nuk i ka ardhur bashkë lehtë me jetu atje. Dhe unë gati nga një semestër nuk kam marrë fare. Mbile semestrin e parë, 4 muaj e gjysmë kam në tërsi, su friksesha, do shkemi përnu ma shumë me lexu për me dalje suksesshëm. Njëjtë ka ndodhë, ma shumë të shta, ma shpesh që endë studimet e doktoraturës, por shpesh ka ndodhë ka 1 muaj 2, edhe në Washington edhe në studia dikun tjetër, ka 2-3 muaj me qenë jashtë vendit. Mungoj ke gruja, vajzat? Po si ja, natyrisht që mungojshin, për anën tjetër kisha ambicjen e shkollimit, ambicjen paraprake, kisha fitu bursa, o dëshketim baje të bursa, se për ndryshe nuk kishim mundësi të vazhdonim shkollimin. Dhe desha që ndoshta këta me mu, pa mu dhe të levizin disi, ndërsa shkollën atje pa mu s'mund të kryj kjo askush tjetër. E di që është angazhu ma shumë dhe mirë njës për ata që është angazhu, por me gjithat edhe unë e kom balansu. Më thonë s'kam shku këtë atje, dhe ne kemi plotësuar njëri tjetrin, unë me angazhimit e tilla, nështë vetëm 2 gjëra që unë e kom di pak keq, e para prezenca fizike, që edhe jeta në fshat, dhe dyta ndoshta që kam pengu pak në karrierë. Se shokët e gjenerata që kanë qenë me Fatmirën, kanë përparu ma shumë, kuptimin e gradave shkencore, dhe unë i kam thonë se këta 4 fëmijë rritë mirë i edukon sa 4 doktoratura, jo mësë më mërak. Kujt i takojnë meritat për një familje të mrekullueshme që keni? Faleminderit për konstatimin, unë mendoj që merita kryesore i takon gruas, por ajo Aurora jo mon. Se fëmijët e mi atë kufizimin e gjanë, të edukatës e marrën nga unë, se luajm atë rolin e ja krejshesh një patriarkale, nuk jam, dhe unë e fëmijët e mi kur njësë si kam mund t'ja bëjnë të një vrejtjen, të një po e thuj bërtitje, si të thojza, por jep ma shumë kur s'ka ndodhë, as me grunë, as me fëmijën, por ata e din dhe po e zëmë vajza e dytë thot, ma mirë është me më rraf mami, se sa me më bërtit babi. Se mënyrë si ja thëmë unë e maj legjerat pak. Edhe nuk e bërtimi për një fjallë dhe me ikë në dhëmë veta, jo, por për kundrazi, e ndalin një gjysë duke i fojë, dhe ajo është bukur turtur, po them thojza. Por momentalisht janë mirë, më besoj që tash nga dali për rritën, e kanë fatin e vetë, identitetin e vetë, dhe ta marrin të armëndur të veta. Sa jeni i kënaqur me fëmijët? Sa kaloni kohë me ta? Sa ju përkushtojni familjes? 2 vitet e fundit kam ndajt pak ma shpesh me ta, po them, por ka pas periudha kur njëherë mujt kam ndajt me ta. Kuptimin i kam lënë gjëmë dhe i kam gjetë gjëmë shumicën e kohës. Unë besoj që tash në kohën e pjekurisë janë më afër me mua dhe unë me ta. Tani ndjekim insertin me fëmijët tuaj, të shohim se çfarë kanë thënë ata për babain e tyre. Babi është njëri prej njerëzve që prej e vogël e kom dasht, po kom pas edhe respekt tepër për të. Kom qenë shumë e vogël, tash i ka rallu ma shumë këto udhëtimet, e di gjatë një kohës shkoj ke shumë shpesh. Gjithmonë është kthy me dhurata edhe nështë na ka bërë tepër të lumtur. Unë si fëmia i parë që duhna me qenë si lokomotiv, në fakt edhe si shtys për këta. Gjithmonë ka qenë pak ma i rapt ka ana e mësimeve, edhe nështë kom qenë ma e ndrojtur me a tregu ati ndo nota, ose ma shumë kom qenë e hapun me mamin. Shumë pëlqen sa i drejt për drejt është, edhe shumë i sinqert. Te babi kisha pas qef me ndryshu veç mënyrën që i jap kritikat. Me profesionin si politikan jo, me thonë drejtën nuk është që më pëlqen shumë, ndërsa kajna e profesorit e vlerësoj tepër. Ndoshta nuk ka me mujt kur mi bot lumtur njerëz në qasi mënyre që ata e dojnë. Gjithmonë kur e kom pas një problem, ose kur kom qenë qaset vështira, gjithmonë e kom mendu se çka kish bo babi nëse kish qenë vendin tem. Tani e shikoj si një njeri që e adhuroj shumë, edhe që shpresoj që krejt të mirat që ka na i ka bo a i neve, edhe unë kome u mundu me ja kthy ati gjithmonë. Që vazhdimisht në kujtot është një këshill që kur mos bë sende që keme u pendu ma vonë për to, po edhe raste kur bëhet nervoz edhe kur atëherë ndryshon vendimi për të. Babi t'i pëlqen pasulje edhe flija shumë.
thonë që i përngjaj babit, edhe ka ana fizike, po mundona që edhe në personalitet mi përngja. Mu nuk më pëlqen qaq shumë shija e muzikës e babit. Unë edhe babi kemi vesh të njëjtë që e din krejt. Si politikan nuk është që e preferoj shumë. Mirë mu kom politikan, ama nuk ka shumë kohë të lirë tani me najtë edhe me neve dhe ka shumë obligime. Babi është shumë i mirë. Babi ka njëherë është i vështirë, po e di që ka për të mirën tonë. Kështë rritna kom qef më bo këngëtar edhe mësuesi muzikës. Si djali ma i vogël më ka në familje është shumë mirë se mi plotësojnë dëshirat. Një mi letë ma shumë me mamin, po babin e du shumë edhe mamin. Mu në babin më pëlqen si profesor. Mu pëlqen babi si politikan, se tani nëse i gra shpejt së në nëllin policia. Babi të dua shumë, se ti një person shumë i mirë. Oj han, tu kun këtë natë, shoq nana vetëmi, se gjithë më kanë lanë, o zemra më rënkon, për dashni që mos kam. Të duam shumë, babi! Profesor, çfarë njësie ishte me i pa fëmijët në ekran? Më pëlqen mira që e dhanë vlerësim dhe nuk e dhanë vetëm superlativ. Kjo e mora shumë seriozisht dhe më pëlqen që ka nisë më pjek me vlerësu që ka mund tjetë si pas tyne. Më pëlqeja që s'pje pëlqej ka qysh i bërtas dhe mu më pëlqen që shpje bërtiqa. Se pja vdej ka shaj, po bëj pak shako. Më pëlqej pak prezencë e tyre, më pëlqeja që i kom thonë në të si disa sugjerime. Edhe më pëlqej për zënë vajza vogël që tha muzikën nuk më pëlqen. Unë e du pak tradicionale, pak folkloren, dhe nga një herë ndodhë që në vetur, me pas në një muzikë t'il, dhe këta reagojnë gjithë për një herë, këta muzikën e kanë pak më ndryshe, pak më moderne, por në besoj që janë mirë, janë zhvillum, natyrisht që më presë ma shumë prej tyre gjithmonë, ata presin ma shumë prej babe, por e që ka mund tjetë, duhet ta kemi një mesatarë përbashkë që me mund këta me pas identitetin e vetë, pavarësinë e vetë, dhe një jetë me tentu dhe duhet me jetu pa babin. E thënë që na pëlqen babi si profesor, ndërsa jo si politikan. Nëse familja dhe fëmijët e kishin kërku që ju me heq dorë prej politikës, a do t'ishit në gjendje ta merrni një veprim të tillë? Mi pas pyet këta unë më të isha të heq prej politikës, e nuk kanë qenë të kënaqur, në qenë ti bezom, tash të thamë edhe gruaja, po edhe fëmijët, duke që këta janë ndiku nga gruaja. Me siguri këta ballafaqohen nga njerëz, më kanë thënë, po edhe në shkollë, edhe në rrugë dhe dikun tjetër që kanë me thonë njerëzit për të mirë ose për të keq, që ka mund t'jenë rrethana t'illa. Më pëlqej shumë djali që ta do më bë këngëtar, më thonë që është krejt ndryshe për kësaj. Edhe tërgoj, pse i pëlqen baba si profesor edhe pse si politikan? Po, natërisht kjo e fundit kemi mirë që se kom vrejt këto, që tha nuk e dënojnë policia. Kjo i ka mërzi shumë. Kur e ndalin policia, do të kur na ndalin, kjo e ka, do shta e ka një frikë, nuk e di pse. Por ajo që mund them është që kanë evolu me kohën, sillen mirë me gjeneratën, besoj që janë pjekur për gjeneratën, por e kanë kohën e fazën që du ta kenë orientimin e drejtë për jetën, për vetën, për familjen, po dhe për vendin. Profesor, gjatë gjithë këtyre viteve jetë dhe karrierë, a i penduar ndonjëherë për diçka në jetë? Po si ja. A njëri i cili thotë nuk jam penduar asnjëherë, duhet me qenë ose pejgamber ose Jezus, edhe unë si jam asnjëherë. Jam penduar. Për shka konkretisht? Unë ka raste kur foli me Heredinin, foli s'paku një herë një javë, edhe pyes Heredin çka ke bë mirë, çka ke bë dobësi. Më ka ndodhur shpesh që kam bë dobësi, dhe unë ato dobësi tentoj mi korrektu, në momente të caktuara pendohem pse kam bë ato. Janë momente të shkura, provoj që s'paku mos mi përsërit. Unë pendimin e marr jo vetëm si rezultati i asaj mi kërku falje dikujt, po si rezultati i asaj që mos mi përsërit më gabimet e njëjta. Mos më lëndu dikën, mos më bë veprime dhe po e them shumë hapur. Mos më bëj asnjë veprim që fëmia mi do të turpënohet nesër. Po, kur jemi tek veprimet, cili është veprimi më i guximshëm në jetë që e keni ndërmarrë ndonjëherë? Po mendoj që shpallja e pavarësisë veprim edhe i vështirë, edhe i guximshëm, edhe krenar, edhe gjithaj bërë. Keni qenë një ndër hartuesit e kushtetutës? Po ajo besoj që është, këto tjerat janë krejt ma relativ, ma të vogla, ma pak të rëndësishme. Ne kemi qenë me fat që kemi përjetu këtë ditë, po ajo është në gjeneratat e tjera njerëzve ndodh një herë. Është radha që ne tani të vazhdojmë me marketing dhe rikthehemi sërish në studio.
Jemi rikthyer sërish në studion e emisionit. Është radha tani të vazhdojmë me rubrikën e vërtet apo guxim. Profesor, në këtë rubrikë ne kemi një pyetje që ju mund t'i përgjigjeni apo mund të vazhdojmë edhe me veprim. Në këtë rast, pyetja është kështu: cilin premtim të bërë ndaj Milajm Zekës nuk e keni realizuar ende? Ju mund të përgjigjeni në këtë pyetje apo mund të vazhdojmë edhe me veprim. Nuk po më kujtohet, është e ka shumë që si kam realizuar. Nuk po të kujtohet, apo? Jo. E ndjekim? Vazhdën e premtimeve, kur më arrestoi mua Euleksi, edhe ky ishte ministri i drejtësisë, e tash më thirrë, tha, po i vetmi njeri në postin e ministrit, që edhe më ka thirrë, edhe më ka taku, se isha i përgjum prej Euleksit, e sidomos pozicioni i tij ministri i drejtësisë ishte direkt lidhje me Euleksin, kur si ka hëngër pa Allah. Absolut, ha? Edhe që për shembull mu si ma ka mojt një premtim, edhe më pa të thonë, Mel, hajtë tha se besën e ki, në qoftë se denohesh, tha, qa ki qef, tha, kalzëm, tha, me të ndihmu, thash me më qu në burg të grave në Lipjan, edhe është afer që to, thash edhe ma kur si sha dalë, për së më ka qu në burg të grave. Se nuk e realizuat këtë premtim të bërë ndaj Milajmit? Vazhdën e biseda me Milajmi kështu. Milajmi kërkoj, për nuk e denu në Euleksi dhe shpetoj. Nuk e qëmët. Në këtë rast, ju duhet veproni diçka. Të shofim se çfarë po na shfaqet në projektor. Është një numër romak, të cilin duhet ta qëlloni. Se ju tha që keni qenë ndër më të mirët në matematikë. Po të rrështë 1000, Jo, është 500. Kuku. Isë puna horë. Po shumë që politika pas ka ndikuar bajage. E mora si kontrast me ajo më përziu kretë. Edhe nuk ma dëshmu që keni qeni mirë matematikë. Ka të me ta pro certifikatën. Tani, është rada që të vazhdoj me arkën. Pjesë e emisionit ka qenë edhe kjo arkë. Arkën e të cilën fshihet diçka. Çka mendon profesor? Çka kemi vendosur në këtë arkë? Jo. Me siguri keni vendosur diçka që ka të bëjë me politikën, no? Me politikën? Po. A ki ndonjë ide? Unë jem marak në Lapsa, marak në Kravos, për kam Mundeni me marë edhe me shiku se çka ka në arkë. Po. E kap një mirë? Mundeni me lanë kimikun, bure atu. Kimikun e kam shprehime më të ndorë. Ora, po, ora e babës, ha? Po, mundeni me hapë. Këte e kom dhuru babës, në gjesë pastë, ka qenë orë kështë, si thënë me qystek për para që kam përdorë. Ka qenë një prej orëve që... Çka simbolizon kjo orë për juve? Është një lloj kujtimi për të, për kohën që kom po me ta, edhe për një pjesë që ka identifikuar atë që me pas një orë, ka pas orë dorë shtu, po në kohën kur është bëma i mëshuar, një orë pak, ajo logjika me pas orë me qystek që ka qenë. Ky është edhe fundi i emisionit Lemza, po besoj që një ndarë i kënaqur. Faleminderit për ftesën, për mundësinë, për mundën që keni pas në bisedani, t'i falenderoj edhe ata gjithë që kanë folur në emision, edhe i marr shumë seriozisht vlerësimet e tyre, gjithë më kanë nderuar dhe pas ki gjithë shokë të mi që ata veç kanë folur më mirë se sa që unë jam, edhe faleminderit për gjithëve që, edhe për sugjerim që do t'i marr. Një për emisionin që kam palu mas mirë. Po vje mirë, profesore, këto ishin vetëm disa detaje, disa nga gjërat më të rëndësishme. Faleminderit. A prap? Kjo është edhe një surprizë për ju. E për fort. Mirë, si e për fort. A e do? Kur dëroni? A e një mirë. Qa po bëni? Të mëllës recetaj, cilët kanë ardhur enkas dhe na kanë ndëruar në emisionin Lemza. Turbi, Petrio, thote marë Shqipënin. Petrio,
thot e marë Shqipnin, e marë pjovën, e marë gusin. O e marë Pejen, e marë Gjakovin, marë Prizrenin, e marë Tetovin. Marë Prizrenin, e marë Tetovin, o mushet me nja do ta marë Shkodrën. Po Shkodrën zeza ko ka ngushtu, po 15 fjolloj ka quju. Me mojt bot, a me lëshu, veç të i nidon mushli me qinëruju. Po Hasan Rizen, ja u kom quj, qinë da bore mas, ja kom nuju. Qinë tabore me I qinë topa, qudë po boj qysh poj man toka. Po hajde, hajde poj thot kralli Nikola, se ta kolli qetinin topa. Edhe kron Evropa, se një myre do tash len Evropa. Po mos mushti Shkodrën me volshu, ja shqiptorit ka pos. Shqiptarit ka pos, guri sunderin veran. E ka qaliko të mykes bërgjet, Shqipni o kon, Shqipni ka me vejet. Po zemra o Knut. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit Lemza. Kjo ishte një surprizë për profesorin. Profesor, po besoj që je ndaj I kënaqur me gjithë ato që kishim përgatitur për juve. Ishin vetëm disa detaje më të rëndësishme, gjëra më të rëndësishme të cilat ju kanë përcjellur gjatë jetës tuaj. Faleminderit edhe për mundësinë, për angazhimin që keni bë. Tash edhe për të tjerë që kanë marrë pjesë. Faleminderit në veçantë për këngëtarët. Edhe jemi bindur që kur të hesh në prej politike, po zanos si e se shkoj këndoj me këta burra. Por ndihem jashtëzakonisht I nderuar, edhe për mundësinë për këngën, dhe më të them që edhe ne për përsëritimi rrit me këngët e tyre dhe me një krenar. Po e tregoj edhe një sekret, ndarësmën time kanë kënu këta burra, kështu që ndër tjera, edhe që kemi vazhdimisht. Faleminderit që ishit pjesë e emisionit, profesor, faleminderit, shëndet dhe suksese. Faleminderit për juve, edhe për mundësinë. Ma keni po një farë dokumentare që besoj mundi me rujt në arkiva, kur të plakna me këshyrë që ka ndodhë. Faleminderit shumë. Kaq kishim saj përket këtij emisioni me mysafir shumë të këndshëm. Deri në emisionin e ardhshëm, mirëmbëjtje.